Pa pranin dhe pa ftesë për Katica Janevën, Këshilli i Prokurorëve Publik e hetoi punën e Prokurorisë Speciale. Kryetari i Këshillit Petar Anevski pas mbledhjes doli me akuza të rënda ndaj kolegës Janeva. Nuk e akuzoi për parregullsi rreth procesverbaleve gjatë pranimit të materialeve nga Zoran Zaev, por se ka larguar nga ekipi prokurorët Leila Kadriu dhe Maria Gjorgjevska. Istite na 21. Të njëjtit më 20 janar, një javë më parë erdhën në zyrën time dukshëm të shqetësuara dhe të revoltuara për mënyrën se si ishin dëbuar nga prokuroria publike. Duke u thënë atyre se duhet t'i dorëzojnë lëndët, pastaj qelsat dhe t'i lirojnë zyrat dhe të vendosen te policët, ata nuk e pranuan atë, u larguan nga puna dhe kështu me radhë. Alsat më kërkoi përgjigje nga Prokuroria Speciale, ata dolën me njoftimin. Është vërtetuar se për përballjen e këtij vëllimi të punës me të cilin përballet kjo prokurori publike në këtë moment, mjaftojnë 10 prokurorë. Duke pasur parasysh faktin prokuroritë publike nga vim prokurorët publik ballafaqohen me mungesë të stafit, gjë që u tha edhe publikisht nga Këshilli i Prokurorëve Publik. Është propozuar në Këshillin e Prokurorëve Publik t'i shpërndajnë këto prokurorë në prokuroritë nga të cilat ishin zgjedhur në këtë prokurori publike. Këshilli do të hetojë nëse prokurorët janë larguar në mënyrë të paligjshme nga ekipi dhe nëse me të vërtet nuk ka pasur vëllim aq të madh të punës. Anevski e kritikoi Janevën se luftoi të ketë më shumë prokuror dhe tani ajo vetë i eliminon. Janeva fillimisht kërkoi 14 prokuror, Këshilli i dha 10 e pastaj gjetën kompromis për 12 prokuror. Rreth procesverbaleve, Këshilli do të kërkojë nga Prokuroria Speciale dokument se sa biseda të përgjuara ka dorëzuar lideri i LSDM-s. Kërkohet shifër e saktë për shkak se materialet pas përfundimit të procedurave do të shkatërrohen, kështu që është e nevojshme të shihet nëse janë shkatëruar të gjitha. Edhe për këtë parashtruan pyetje në Prokurorinë Speciale nëse do të dorëzohen procesverbal. Deri më sot ne nuk kemi pranuar kërkesë zyrtare nga Këshilli i Prokurorëve Publik dhe për këtë arsye ne nuk jemi në gjendje në këtë moment t'i përgjigjemi pyetjes suaj. Anevski tha se ditët në vijim do të thrasin Janevën që të shkojnë te Këshilli për të diskutuar mbi këto çështje dhe probleme.